me mua dhe me Partinë Socialiste. I sigurt për mandatin e 4 qeverisës, Edi Rama thot se në kuvendin e dal nga zgjedhjet e 11 majit, do të ulen më shumë se 74 deputet socialist, por rezultatin do ta shënojnë në kuq, ashtu si 4 vjet më parë. Ne do marrim më shumë mandate se ç'kemi. Do ta them me shkrim në kuq. I bindur se opozita do të marrë rezultatin më të keq që nga viti 97, një thirrje kishte edhe për simpatizantë demokrat. Diferenca jonë me Kënetën duhet më e madhe ndonjëherë që nga 97. Në debatin për programet e partive ironizoi opozitën, ndërsa tha se ai nuk bën premtime elektorale, por shpalos projekte të realizueshme. Antarësimi në BE tha se është projekti madhor. Se ne jemi qeveria e Shqipërisë. Dhe Bashkimi Evropian po negocion me një vend pa program. Në një takim elektoral në Burrel, kryesocialisti paralajmëroi rikonceptimin e programit të bonusit të bebes, nëse merr mandatin e 4. Do të ecim me një tjetër skem që është më e avancuar patjetër, sipas numrit fëmijëve me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Sipas Ramës do të rritet mbështetja edhe për nënat beqare dhe strehimin social. Duke synuar e para hapjen e më shumë rrugëve dhe nxitjen e punësimit dhe për nxjerrjen nga ndihma ekonomike të gjithë atyre që janë të shëndetshëm dhe janë të aftë për punë. Më herët, kreu i qeverisë theksoi rëndësinë e përdorimit të inteligjencës artificiale në shërbime, teksa u dha dhe një udhëzim mbi funksionin që do të sjellë ndihmësia digjitale diella. Atëherë në këtë ambient test pam se si me një komand të vetë me zanori diella është aftë që të thrasi shërbimin. Gjatë prezantimit, Rama shpjegoi se vitin e kaluar janë bërë 44 sulme kibernetike, për të cilat siç tha ai, askush nuk ka pasur dijeni sepse janë zbrapsur.